Donald Trump i kërkoi Nicolas Maduro të jap menjëherë dorëheqjen dhe të largohet nga Venezuela. Kjo raportohet të ketë qenë biseda telefonike mes të dyve, që u konfirmua edhe nga presidenti amerikan. Sipas mediave ndërkombëtare, Trump i ofroi homologut të tij një shans për të shpëtuar, ndërsa kërkesat që bëri Maduro rezultuan të papranueshme nga presidenti amerikan. Sekretari i luftës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Pete Hegseth, po hetohet nga një komitet i udhëhequr nga republikanët, pasi dyshohet se ka dhënë një urdhër për të vrarë të gjithë personat në bordin e një anije venezueliane të sulmuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 2 persona mbijetuan fillimisht, mirë po, sipas dyshimeve, pasi raketë amerikane goditi anijen në brigjet e Trinidad në shtator, zoti Hegseth, sekretari i luftës në SBA, urdhëroi një sulm të dytë për të vrarë dhe 2 personat mbjetuar. Urdhëri ishin të vriteshin të gjithë, i tha një burim gazetës The Washington Post, 11 vet vdiqën në atë operacion. Donald Trump deklaroi ditën e diel se kishte bindje të madhe se Pete Hegseth nuk dha urdhërim për të vrarë të gjithë anëtarët e ekuipazhit të anijes. Ndërkohë që sipas Donald Trump, Hegseth tha nuk e kam bërë diçka të tillë dhe përpasoj Donald Trump tha se e beson Pete Hegseth 100%. Presidenti amerikan pohoi gjithashtu se nuk do të kishte dashur një sulm të dytë dhe do ta shqyrtojë çështjen. Jo një sulm i dytë, sulmi i parë ishte shumë vdekjeprurës. Ishte mirë, deklaroi ai në intervistën e tij të dhënë në bordin e avionit Air Force One. Pas raportit të Washington Post, komitetet e Senatit dhe të dhomës së përfaqësuesve të udhëhequra nga politikanë të lartë republikan thanë se do të nështronin mbikëqyrje të fuqishme. Ky veprim sugjeron që pavarësisht se kryesisht qëndrojnë besnik Donald Trump, presidenti amerikan, republikanët janë të gatshëm të kundërshtojnë këto taktika edhe janë të gatshëm edhe të nisin hetime. Nga ana tjetër, presidenti Donald Trump thot se marrëveshja për fundin e luftës në Ukrainë është afër. Bisedimet në Florida mes delegacionit amerikan dhe atij ukrainas kanë shkuar mirë, ndërsa sekretari i shtetit Marco Rubio theksoi se pati progres të madh. Ky ishte takimi i dytë mes delegacioneve të dy vendeve brenda pak ditësh pas atij në Gjenev.